kaq në këtë pjesë të emisionit Rreth Rrotull, do të diskutojmë sa i përket shërbimeve shëndetësore për pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Dihet që ende në vendin tonë nuk ka sigurime shëndetësore, ndërkohë që komunat kanë filluar që në mënyrë vetjake të bëjnë lehtësi sa i përket shërbimeve shëndetësore që mund t'i marrin pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës, ndërkohë që një gjë e tillë është bërë edhe në Gjelane. Për të diskutuar në lidhje me këtë çështje, me ne në studio kemi Gendrend Murseli, i cili është asambleist e Kuvendit Komunal në Gjelane. Përshëndetje Kushtram, përshëndetje Kaltajna, përsi o gjeta. Ndërkohë një lidhje direkte kemi ish ushtarakun e Forcës së Sigurisë së Kosovës, zotrin Afrem Veseli. Përshëndetje. Përshëndetje. Po e nisim diskutimin me Gendritin, është Asamblejës e Lidhjes Demokratike të Kosovës në Gjilan, i cili ka marrë iniciativë të tillë për të lehtësuar të themi kështu më shumë çështjet shëndetësore për Forcën e Sigurisë së Kosovës, kazermën e cila është regjimenti i parë në Gjilan. Është përkrahur nga gjithë kjo? Po, Kaltina, faleminderit së pari për ftesën dhe për mundësinë. Ashtu që i kemi njoftu publikisht të gjithë, ne si anëtarë të Kuvendit në Gjilan, kemi marrë një iniciativë që të lirohen nga pagesa në institucione shëndetësore të cilat menaxhohen nga Komuna e Gjilanit, pjesëtarët e Forcës së Sigurisë të Kosovës. Si anëtar i Kuvendit e konsideroj që e kam përgjegjësi që për të gjitha grupet e interesit, të gjitha grupet e shoqërisë, veçanërisht për ata që kujdesen për siguri kombëtare, t'i shtyjmë përpara iniciativat të cilat nuk kanë vetëm efektin financiar, mirë po e tregojnë konsideratën dhe respektin institucional që duhet ta japin për ta. Si anëtar i Kuvendit fillimisht kam zhvilluar takime me përfaqësues të zinxhirit komandues në kazermën ushtarake e cila ndodhet në Gjilan. Shfrytëzoj rastin që publikisht të falenderoj nën kolonelin Arben Avdyli, gjithashtu kapitenin Duren Beluli, Togerin Luan Haradinaj për takimin ku kam qenë i pranishëm së bashku me kryesuesin e Kuvendit Kushtrim Kadriu. I kam njoftu për iniciativën, e kam përshëndet, pastaj i kemi zhvilluar të gjitha procedurat në Kuvendin e Komunës në Gjilan. Iniciativën e kam përcjell në Komitetin për Politikë dhe Financa, ku e kam marrë mbështetjen nga të gjithë anëtarët. Pastaj ka qenë pikë e diskutimit në seancën e Kuvendit dhe shfrytëzoj rastin që publikisht i falenderoj të gjithë kolegët që i kanë dhënë mbështetje kësaj iniciative, që thash prej fillimit tregon kujdesin institucional që duhet ta kemi për ata që ne i konsiderojmë si shtylla më e fuqishme dhe më e rëndësishme e shtetit. Do të ketë iniciativa të ngjashme edhe për kategori tjera përveç FSK-s? Ne si Kuvend i Gjilanit kemi marrë iniciativë të ngjashme edhe për Policinë e Kosovës dhe Zjarfeksit, kështu që shfrytëzoj rastin që publikisht të kërkoj që në të gjitha komunat e Republikës Kosovës ku ende nuk është një vendim i tillë, në kuvendet komunale të merret një vendim që të paktën për pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës, për Policën e Kosovës dhe për Zjarfeksit, derisa të hyjnë në fuqi ligji për sigurime shëndetësore, të paktën të tregojmë kujdes institucional që në kompetencat të cilat i ka komuna për kujdesin parësor, të paktën aty mos të paguajnë, sepse kjo nuk ka vetëm impakt, ja thash prej fillimit financiar, mirë po e tregon kujdesin institucional dhe bashkëpunimin që duhet ta kemi të gjithë ne si institucione. Zoti Veseli, se e keni pa një iniciativë të tillë më herët, nuk e di nëse ka pasur në ndonjë prej komunave një iniciativë të tillë, por si shihet kjo në aspektin, do të themi kështu, ushtarak? Po fillimisht do të kisha dashur ta falenderoj Gendritin. Ne në ushtri thojmë falenderës për shërbimin, pra atë dashuria e njerëzve tanë, e qytetarëve të Kosovës tregohet forma të ndryshme. E një prej atyre formave është edhe kjo që Gendriti dhe iniciativa e tina që pjesëtarët e Forcës së Sigurisë së Kosovës i marrin shërbime të falas të komunës së Gjilanit. Pra, falenderës për shërbimin edhe për gjithë anëtarët e Kuvendit Komunal, asamblejësit e Kuvendit Komunal të Gjilanit. Uroj që kjo iniciativë të ndëgjohet në të gjitha komunat e Republikës Kosovës dhe një gjë e tillë të ndodhë në çdo komunë, pra përfshirë edhe komunën time, komunën e Prishtinës. Shpresoj të na ndëgjon kryetari i komunës përparim Rama, sepse volumeni, numri më i madh i pjesëtarëve të FSK-s është i dislokuar në Prishtinë, dhe se kjo do të ndihmon shumë në mirëqenien sociale të pjesëtarëve, sepse ata do të marrin shërbime falas, edhe pse ato shërbime nuk kanë, ku me di, çfarë kosto të madhe. Megjithatë,
ndikojnë në mirëqenien e tyre sociale e padyshim edhe në shëndetin e tyre. Kur ushtrinë kemi të shëndosh dhe bazamenti gjithçkafit në vendin tonë, pra lirisë, sovranitetit dhe shtetit tonë, është garancë ushtria e Kosovës ajo që do ta mbron. Pra në këtë iniciativë ashtu si sta dhe Gentriti, uroj që të përfshin edhe pjesëtarët e policisë Kosovës, në komunën e Prishtinës janë, po edhe në komuna tjera, e mos të i harrojmë në asnjë mënyrë dhe zjarrfekse të cilët ka vite që kanë mbetë anash në shumë çka. Po, Zoti Veseli, pse në vazhdimsi themi kështu ka kundërshtime ose nuk mund të arrit të bëhet sigurimi shëndetësor, sidomos për kategoritë e njerëzve të cilët bëjnë sigurinë e shtetit tonë? Fatkeqësisht, po bën mbi 26 vite pas lirimit të atë as në kohën e trupat mbrojtësit të Kosovës, as në FSK-n e parë, as tash në FSK-n ushtri që e kemi, pjesëtarët e saj nuk kanë pasur sigurim shëndetësor, as sigurim jetësor. Marrën sishmia është disa njësi tona që janë elitare dhe që çdo ditë përballen me rrezik permanent të jetës. Ne kemi pasur një sigurim shëndetësor të deminerëve, që çdo ditë ata përballen me mundësinë e një rreziku të madh të jetës, me minat e pashpërtyra dhe mjete tjera eksplozive. Pra, po flas në përgjithësi edhe për pjesëtarët e policisë të Kosovës në tërësi, cili do të shohet për tyre që del në teren dhe ata e të ekspozuar rrezikut të jetës. Pra, as ne, ushtria, e as policia e Kosovës, e as zjarrfiksat, as nuk ka pasur sigurim shëndetësor, e as nuk ka pasur sigurim jetësor. Qeverit kanë kaluar, i ndruar, kanë pasur premtime të lloj-llojshme, mirë po deri më tani nuk është realizuar një gjë të tillë. Para me doni çfarë paradoksi, ka organizata publike në Kosovë që zyrtarëve të tyre që nuk kanë kurfar rreziku të jetës apo diçka tjetër, ata i sigurojnë dhe kanë sigurime shëndetësore, ndërsa ushtria, policia dhe zjarrfiksat 26 vjet pas luftës nuk kanë asnjëherë. Andaj sigurisht e kanë shfrytzuar situatën që as ushtria, as policia, bazuar në detyrat e tyre dhe në misionin e tyre, nuk flasin, po tash unë flas për ta, se jo kam qenë një prej tyre dhe jam ende një prej tyre. Mendoj që më e tërshmia që ju kanë bërë pjesëtarëve të ushtrisë, policisë dhe zjarrfiksave është që deri më tani asnjë qeveri, as sigurim shëndetësor, as sigurim jetësor nuk kanë ofruar. Zotri Veseli, thatë që pjesëtarët e FSK-s, por edhe policët nuk flasin sa përket pak knatësive që ata i kanë, sipas jush pse ndodh një gjë e tillë? Nuk flasim sepse kemi kodin e etikës. Ne mund të marrë shembull gjatë shërbimit tonë në trupat mbrojtësit të Kosovës, kemi pasur paga minore, sigurim social, ke mujt ti mos shuash. Me po ideali ka qenë ai që qëndrojmë në trupat mbrojtëse që një ditë ta formojmë ushtrinë e Kosovës. Dhe nuk kemi kërkuar paga të shpresu në atë idealizmin tonë që atë idealizmin e kanë edhe politikanët, edhe ata që kanë udhëhequr gjatë dekadave, përfshirë edhe këta 5 vjeçarin e fundit, që kanë qenë plot gojë. Po jo, asnjë për qeverive nuk ka treguar për kujdesje as ndaj pjesëtarëve të Forcës së Sigurisë Kosovës, ushtarit Kosovës, as ndaj Policisë të Kosovës e as ndaj zjarrfiksit. Pra, të përfshirë edhe pagat e tyre. Pra, iniciativa e tillë e Gentritit është për të përshëndetur. Shpresoj, po i kthena temës, po shpresoj që edhe komuna tjera që sa të pak do të ndikonte në mirëqenien e tyre dhe në shëndetin e tyre që t'i kenë këto shërbime falas në Republikën e Kosovës. Ka pasur vështirësi përpara edhe për veteranët, ka ende disa probleme që shfaqen, për shembull bua para disa ditësh kisha një grip dhe isha në një QMF atje dhe më kish skadu kartela e veteranit edhe aja
zonja atu që punonte, nuk i besonte që isha onaj, po aje kështu ke skadencën që i shkon dikun 3 javë ditë, që i kishë skadu dhe u desh me pagu, që nuk është problemi 1 euro, 2 euro, 3 euro, se kemi aqë sa për të paguar, po është ai aspekti ligjor dhe morali joni që neve na pru ligjit. Pra, gjërat të tilla ndodhin në shoqëri, kur s'janë të rregulluara dhe kur s'kontrollohen nga njerëzit kompetent. Zoti Veseli, faleminderit shumë për këtë lidhje direkte që bëhet nga Malësia e Gollakut direkt e në Rreth e Rrotull. Faleminderit Gentritin, e përshëndes edhe e mirëpres Malësinë e Gollakut për këtë shërbim që ja ka bërë ushtrisë dhe ushtarit Kosovës. Në fakt, kjo nuk është iniciativa e vetme që Genti, po të drejtona me Genti, se më të drejtu me Gentrit, po më do kosë që Genti e merë për njerëzit që jetojnë në Gjilan, na ja shumë hojrin në shumë iniciativa të tija. Prej nga të buron që ke ideja që iniciativat me që për para dhe me arrit qëllimin? Kaltrin, pa tjetër, po kësha dosh me shfryzë rastin Zoti Veseli me falenderu për mesazhin publik që e dha dhe kësha dosh me thonë që për neve është nder jetësore dhe krenari që e kemi pas mundësinë me bëu diçka për pjesëtarët e forcës së sigurisë të Kosovës. E në anën tjetër është e vërtet në vitin 2024 prej organizatës Demos në komunat e monitoruara nga ta e më shpall asamblejisti më aktiv, edhe kjo fal kolegëve të mi që i kam kuvend pa dallim subjekti politik, sepse në shumicën e rasteve do të me kërku konsensus prej të gjitha subjekteve politike dhe prej gjitha anëtarëve, në mënyrë që kur një iniciativë e ka për qëllim interesin e përgjithshëm qytetar, të votohet nga të gjithë. Unë muj me thonë që në shumicën e rasteve, mbi 90% të iniciativave që i kam kuvend, votohen nga të gjithë anëtarët e kuvendit pa dallim partije. E ku bëron kjo, muj me thonë që takimet e përditshme që i ka me qytetar, me organizata jo qeveritare, me anëtarë shoqërisë civile, me gazetar, me përfasues të bizneseve, me të reja qytetit që janë pjesë edhe organizatave politike edhe jo qeveritare, e kemi mundësin me i dëgju hallet problematikat të cilat ata i kanë, edhe njëkohësisht pastaj me ndërmarrë hapa nëpërmjet procedurave ligjore institucionale edhe me tentu me i zgjidh problemet e tyre. A ke tentu me taku në herë Kaltrinën se ka shumë ankesa saj përket Gjilanit, se Kaltrinën e kemi prej Gjilanit. Përfaqësuesi ligjor autostradës. Sidomos me autostradën çdo ditë ankohet për rrugën, kështu që e kam përshtypjen nëse kisha sugjeru një kafe me Kaltrinën se kisha mujt me i sugjeru me i rekomandu diçka që krejt gazetarë që udhtojnë çdo ditë në fund me o pagu dhe rrezikshmëri. Prej Gjilanit e kam fjalën gazetarë që të Gjilanit. Eliminone rrezikshmërinë. Do me thonë që Kaltrina i në kitë gashme, marrë me të regu cilat janë pak natësit. Genti dhe ma mirë son këto çështjet e rrugëve. Genti kemi pa edhe një iniciativë të ndën të fundit, është ajo saj përket pjerinave në rrugë për kategoritë e personave me nevoja të veçanta, me aftësi të kufizume. Kur do të filloj implementimi i këtyre iniciativa saj përket projektit saj të rrugëve, qasë në rrugë për personat me aftësi të kufizume? Po kushtem, me 31 majt vitit 2021, unë e kom marrë detyrën sekretari forumit rinor të Lidhjes Demokratike në Gjilan. Kisha dashur mi falenderu gjithë anëtarët e forumit për punën edhe për kushtimin jashtëzakonshëm që ata e bojnë. Me njëherë prej kur e kom marrë mandatin sekretari forumit, takimet e para e kom pas me përfaqësues organizatave jo qeveritare që merren me persona me aftësi të kufizuar. Me një qeshore patëm vizitu qendrën Pema, pastaj qendrën për punë sociale, organizatën handikose kështu me radhë. Të investohet në rregullimin e pjerinave, në trotuaret, në rrugët e qytetit, ka rëndësi të jashtëzakonshme për të gjithë personat. Jo vetëm për personat me aftësi të kufizuar. Mirë, po me qenë se nevoja e tyre është shumë e madhe për me lëviz lirshëm në qytetin e tyre, unë kam dashur, ashtu siç e thash, me bëu diçka e cila përkthehet në iniciativë buxhetore. Në periudhën kohore, e dini, kam qenë edhe Mustafir në këtë studiu kur kemi diskutuar për kërkesat e tona për përfshirje në buxhetin e vitit 2025. Kërkesa e ime dhe jo e vetmja, por ajo që unë e kam konsideruar më e rëndësishme ka qenë që 50.000 euro të planifikohen dhe të votohen për vitin 2025 për rregullimin e pjerinave për personat me aftësi të kufizuar dhe për të gjithë personat e tjerë që duhet domosdoshmërisht i plotësojnë ato kritere. Kështu që
edhe kjo iniciativë është fut në buxhet, është votuar nga të gjitha subjekte politike dhe përfaqësues të tyre në kuvend, kështu që unë po e shfrytëzoj rastin që edhe sot, sepse pardje ka qenë dita botërore e zërit me datën 16 prill dhe si kryesuesi i Komitetit për Kulturë, Rini dhe Sport, bashkë me përfaqësues e shumicës organizatave të cilat veprojnë në komunën e Gjilanit, që i falenderoj për pjesëmarrje. Kemi bërë thirrje publike dhe po bëj prapë thirrje publike që komuna e Gjilanit të filloj procedurat e prokurimit që ta nxjerrim sa më shpejt që është e mundur një kompani fituese e cila ka obligim me implementu këtë projekt dhe me zbatu që në mënyrë që sa më shpejt të jetë e mundur që të jetësohet. E pse deri tash nuk u bë një gjë tillë? Pse deri tash nuk u krijua infrastruktura e duhur për personat me nevoja të veçanta? Kushtrem nuk është vetëm një problem në nivelit lokal, po e konsideroj që në komplet Republikën e Kosovës, në nivelin qendror, në nivelin lokal, nëse takohesh me përfaqësues të organizatave jo qeveritare që merren në këto kategori, njënën prej kërkesave të vetme e cila është shumë legjitime, kërkesja për qasje më të lehtë edhe në institucione, edhe në rrugë, që me pas mundësi me u trajtu të barabartë në shoqëri, është një kërkesë e cila është e përhershme fatkeqësisht, kështu që të gjithë ne që jemi pjesë e institucioneve publike, qoftë në nivelin qendror, qoftë në nivelin lokal, duhet me i trajtu seriozisht edhe me pas mundësi që me eliminu këtë problem sa më shpejt që është e mundur. Po, në kuvendin e Kosovës më kujtohet tek kur Rafet Rudi është bërë deputeti kuvend të Republikës Kosovës, është Feta Rudi, më falni, është bërë qasja për personat me aftësi të kufizuar, ka qenë një skenë tepër e të mërshme në ditën kur ai është betuar si deputet, nga që është dashur shoqërimi i disa personave për me mundësu qasin për me hyrë në kuvend. Për pas kësaj, unë e di që të ki zot lartë edhe për maturantët, cilve u mohohet ekskursioni. Pse ka ndodhur që kjo në Gjilan? Vitin e kaluar, komuna e Gjilanit, kryetari i komunës, Albani Huseni, ka marrë një vendim jo ligjor për ndërprerjen e organizimit të ekskursioneve në komunën e Gjilanit për maturant dhe për raste të tjera specifike. Ky vendim vjen edhe në kundërshtim me udhëzimin administrativ nga Ministria e Arsimit për organizimin e ekskursioneve. Kësaj ne kemi dashur që si anëtar të kuvendit, edhe kemi bërë thirrje publike, unë nëpërmjet Komitetit për Kulturën dhe Sport e kam organizuar një takim. Dhe jo vetëm një takim, po një ka qenë më i madh me përfaqësues nga të gjitha organizatat jo qeveritare që funksionojnë në komunën e Gjilanit, por më rëndësishme ka qenë prezenca e Këshillit të Nxënësve, ku kemi bërë thirrje publike për një mobilizim institucional në nivelin lokal, pra duke filluar nga zyra kryetari, drejtoria e arsimit, Komiteti për Arsim, kuvendi i komunës dhe të gjitha mekanizmat e tjerë institucional në mënyrë që ekskursioni të organizohet edhe për qëllimin që e ka. Mirë po kryetari i komunës për të fituar disa pojena politik vitin e kaluar, e ka bërë anulimin me arshyetime cilat janë shumë banale, sepse konsideron që në këto organizime konsumohen lanë narkotike e veprime të tjera cilat ma shumë e nxjerrin keq institucionin si të papërgatitun për me pas mundësi me organizu një veprim të tillë. E në anën tjetër ja lëm fajin nxënësave. Kurse çka ndodh këtë vit është edhe më e çuditshme se sa vitin e kaluar. Ne kemi bërë thirrje nëpërmjet seancave të kuvendit që komuna në rast të mundësive edhe të kapacitetit financiar me pas mundësi me participu në shumën e asaj shumës totale të organizimit të ekskursionit që me au letu prindve dhe familjeve për shkak gjendjes stronë ekonomike, inflacionit lartë e rrethonave ekonomike që po i përjeton secila familje. Mirë po kryetari i komunës vitin e kaluar e ka refuzuar, domethënë prej asoj që ne kemi quajtur mobilizim institucional për organizim, kurse këtë vit çuditërisht e ka marrë vendimin, e ka shpallë tenderin që t'i paguaj 100% pagesën për secilin maturant dhe ta organizoj ekskursionin për këtë vit. Do të kemi dy ekstreme. Për një vit ku ndalën ekskursionin, në një vit tjetër ku paguan në tërësi. Tash problemi kushtrem është që sot komuna e Gjilanit veç ka bërë publike vendimin për pezullimin e aktivitetit të prokurimit, sepse njëna prej kompanive e cila ka marrë pjesë në tender është anku dhe unë ende nuk e kam lexuar ankesën sepse zakonisht në organet shërbimit publik për tenderët që cilat i publikon komuna e Gjilanit, unë i lexoj gjitha ankesa sepse më interesojnë mënyra se çysh publikon ato.
Mirë po kjo nënkupton tash në qovë se zvarritet procedura edhe nuk kemi me pas një kompani fituse para muajit maj, bëhet e pamundur edhe organizimi dhe pagesa në qeshor dhe në muajt e tjerë, sepse maturantët duhet të përgatiten për test dhe për regjistrim në fakultetet ku ata dëshirojnë të studiojnë. Andaj kjo i bjen që kryetari i komunës Gjilanit fatkeqësisht ka dosh me shfrytzu pozitën që e ka dhe me keq përdor për të përfituar politikisht, me qenë se është një vit zgjedhor dhe po presim që presidenti ja veç ta shpoll datën zyrtare të organizimit të zgjedhjeve lokale. Që i bie që në këtë situatë ka rrezik që prapë maturantët të mbesin pa këtë ekskursion në Shqipëri. Po, në njërën anë, kryetari i komunës nuk është ka vepron për mobilizim institucional në mënyrë që të organizohet sa më mirë që është e mundshme. Por kjo i bjen që ai ka pas për qëllim t'i paguaj pavarësisht mënyrës së organizimit, e në anën tjetër ta shfryzoj këto politikisht në fushat elektorale. Po në prapo i bëj thirrje publike, sepse në rast se mundet me participu, kjo vetëm do t'ja lehtësonte organizimin dhe planifikimin maturantëve për këtë aktivitet. Po, kur është dashur të mbahet ky ekskursion, në kohën kur kam qenë, unë kemi qenë në tetor nëse nuk ga bëj. Por shoh që ka pasur edhe shkolla që në maj, pak para maturës kam pasur vizita në Kjo ka ndru edhe në komuna tjera, edhe në Prishtinë ka funksionu njëjtë. Dikur është bërë në fillim të shtatorit dhe ose tetorit, tash bëhet në maj ose në qershor. Por neve nuk ka qenë shumë e rëndësia organizohet në tetor ose në maj. E rëndësishme ka qenë që me pas mobilizim institucional për me mbrit qëllimin për shka dhe shkojnë maturantët atje. Kështu që në qoftë se ndodh diçka e cila nuk është e parashikuar në kuptimin e organizimit edukativo arsimor, gjithmonë e them që foji nuk është i nxënësve, foji është i institucioneve. Andaj unë mendoj edhe jam i bindur padyshim që jo vetëm komuna e Gjilanit, po secila komunë në Republikën e Kosovës ka kapacitetet mjaftueshme profesionale për me organizu një ekskursion ashtu që ka hije, një organizim të mirëfillt ku prindrit e nxënësve me qef i dërgojnë fëmijët e tyre në ekskursion. Ekskursioni ose duhet me organizu ashtu qysh edhe është i planifikuar të organizohet, edhe është i paramenduar për një gjë të tillë, ose të mos organizohet fare. Unë edhe Genti e kena një pikë që besoj për krah Genti që krenohemi, është teatri i qytetit, ku ka shumë aktivitet dhe ka shumë interesim prej njerëzve me shku në teatr, pavarësisht partive politike, kushdo që ka qenë, teatri i qytetit ka qenë gjithmonë shumë aktiv dhe ka pas shumë interesim për me shku në teatr. Sa e përkrahemi jo vetëm teatrin, por në përgjithësi, sa përkrahet prej institucioneve kultura, sporti? Po, Kaltrin, unë prapër është fryzoj rastin me të regu për një iniciativë që e kom pas në kuvend, të planifikuara për vitin 2021, ka qeni shumë prej 880.000 euro për ndarjen e subvencioneve. Si antari i kuvendit prej kur është publiku korniza fatmes me buxhetori deri në votim të buxhetit, kom arrit që buxhetin për subvencionim në komunën e Gjilanit me arrit për 150.000 euro. Edhe kjo për mua mbetet njëra prej iniciativave më të mira në kuvend. 100.000 euro kanë qenë për drejtorinë për kulturin dhe sport, kurse pjesa tjetër për drejtorinë e bujqësisë, që nënkupton që kanë përfituar të gjitha organizatat të cilat marrin mjete financiare prej thirrje publike nga drejtoria për kulturin dhe sport. Është fat për neve si komunë që e kemi pas që një kohë gjatë teatrin funksional, ekziston do thotë edhe teatri, drejtori i teatrit, bordi i teatrit. Ne në javën e ardhshme vetë se kemi zyrtarizuar si komitet takimin e radhës me antarët e bordit të teatrit dhe drejtuesit e tyre, edhe kalendari i aktiviteteve për këtë muaj është publik dhe i kemi të paktën edhe 4 shfaqje të cilat do të jenë brenda këtij muaji. Kështu që mund ta them që në qoftë se konsiderohemi si qytet i kulturës dhe sportit, njëna prej shtyllave më të fuqishme është padyshim teatri, dhe së bashku me njënën prej manifestimeve më të rëndësishme kulturore Flaka Janarit. Po, dhe pjesa tjetër që rrëzohet dhe ndoshta nuk e mban shtyllën është stadiumi i qytetit. Stadiumi, është kjo historia pa mbarje, urojmë që dikur edhe të zgjidhet edhe çështja e stadiumit, por që duket se nuk ka fort. E thash më herët kushtrem që e kam rutinë ditore me i lexu ankesat e kompanive kur bëhet fjalë
jo vetëm për qytetin e Gjilanit, po kryesisht do të thotë për çështjet të cilat janë në interes publik. Kisha dashur me bëu një lajm ekskluziv, po them ashtu. Hapni vesh kolegë të portalit. Me qenë se Ministria e ka shpoll tenderin për stadiumin e qytetit në Gjilan, dhe ju e dini që është pezulluar përkohësisht për shkak se kanë qenë 2 ankesa nga 2 kompani. Këtë javë në OSHP është bërë, domethënë, vlerësimi i ekspertit, që nuk është përfundimtar, mos më keq kuptoni. Ankesa e secilës kompani ka qenë veç e veç. Unë i kam lexuar ankesat dhe kryesisht kanë qenë që kompania e cila është shpoll fituese deri në nënshkrimin e kontratës nuk i plotson kriteret dhe njëkohësisht të 2 kompani të cilat janë anku kanë pretenduar që ankesat e tyre janë, do të thotë, reale, të vërteta dhe të mbështetura me fakte. Në hapin tjetër është vlerësimi i ekspertizës, pastaj është mbajtja e seancës dhe vendimi përfundimtar i panelit shërtues. Ekspertja e cila i ka bërë konstatimin e të 2 ankesave të 2 operatorëve ekonomik ka ardhur në një përfundim që vendimi përfundimtar i panelit shërtues duhet të jetë në favor të Ministrisë së Kulturës. Ne nuk mund të paragjykojmë në vendimin përfundimtar institucional, mirë po në shumicën e rasteve kur eksperti e vlerëson ankesën përfundimisht, në shumicën e rasteve ose mbi 90% të rasteve vendimi i panelit shërtues është mbi bazën e asaj çka e vlerëson eksperti. Ta marrim shembull, kur komuna e Gjilanit ka qenë në OSHP nga një kompani ankuese, vlerësimi i ekspertit ka qenë që kompania e cila është anku ka pas të drejtë në ankesë dhe vendimi përfundimtar i OSHP-s ka qenë në favor të kompanisë, kështu që komuna e Gjilanit vetë ka mbyllur këtë proces sepse ka humbur rastin e OSHP dhe tani çuç e thash, procesi është në Ministri të Kulturës, meqense se ekspertja e rastit e ka konstatuar që autoriteti kontraktues në këtë rast ka pas të drejtë për qytetarët, padosh po them me paragjyku epilogun përfundimtar të këtij procesi, ne duhet me prit seancën, pastaj edhe vendimin përfundimtar të panelit shërtues dhe në rast se mbyllen të gjitha procedurat deri në qershor, po shpresojmë dhe urojmë që të shpallet përfundimisht një kompani fituese dhe të vazhdojë me punimet. Po në rast se kjo kompani e cila momentalisht është fituese deri në përfundimin e procedurave në OSHP, arrin të shpallet si e tillë, atëherë vërtetohet edhe zyrtarizohet ajo çka e kam thonë publikisht me përgjegjësi të plotë që komuna e Gjilanit ka dashur me nënshkruar një kontratë e cila ka qenë 2 milion euro më e shtrenjtë se sa oferta më e lirë. E kjo nënkupton që kjo ofertë e cila po nënshkruhet dhe do të jetësohet nga Ministria e Kulturës është 2 milion euro më e lirë se sa ajo ofertë edhe ajo kontratë që ka dashur me nënshkru kryetari i komunës Gjilanit. Këtu tash është edhe një diskutim, çush ka mundësi që një kompani e cila është jashtë qytetit Gjilanit me ardhur me një çmim më të lirë me punu në Gjilan, në të njëjtën punë, në të njëjtin projekt për të njëjtat çështje dhe me një shumë e cila është parafërsisht rreth 2 milion euro më e lirë. Uroj që të bëhet stadiume, kena më gëzu njëjtë si për liberalizimin e vizave, se na Gilanxhiti na gëzu shumë për liberalizimin e vizave, nga që kena shumë diaspor, për stadiumin edhe ne edhe vetë, nuk ka kurkush ekipe edhe tifogrupe më të mira, më vje keq. Faleminderit pak se kemi Prishtinën, kështu që nuk kisha pa nehi. Jena na Prishtina lidhjena ka gjithë fort, plisat, lutna, mos me leana. Gjen faleminderit shumë që ishe sot me ne. Faleminderit shumë, kam edhe informat për fond. Hajde lajmet mira e në sallën e Kuvendit, është logoja e veçantë e komunës Gjilanit, është me ngjyrë të kaltërt, e kam bën një kërkesë zyrtare të kryesuesi i Kuvendit, që njëra logo, me qenë se janë 2 logo, njëra logo të jetë me ngjyrë të kaltër ashtu siç është, logoja tjetër të jetë me ngjyrë të kuqe, që edhe në sallën e Kuvendit të reprezentojmë që jemi qytet i futbollit, që kemi 2 klube, kemi njërin prej derbeve më të mëdhej në region, andaj duhet që publikisht ta themi që jemi qytet i kulturës dhe sportit. Do të thonë edhe intelektualët dhe skipësirat. Padyshim. Faleminderit shumë për mundësinë. Faleminderit shumë. Kemi arritur kështu në fund të pjesës së parë, ne shkëputemi për pak minuta marketing dhe rikthehemi në